Burrin e kam në kurbet, a kam gjëna nëse i nxjerr fëmijët për qef, e ndërkohë pi edhe kafe vetë, dhe më thonë, kjo motra. Tash, mbajgu shumë kënde duhet mi përmledh për me të thonë një përgjigje që s'muj me thonë as po, as jo. Gjëja e parë është që marrët veshja jote është veshje taman islame, që është ajo gjëja kryesore. E dyta, vendi ti ku jeton, e në Kosovë apo ku, si e percepton një dalje të tillë të një femës. Unë e di që mund me thonë, çka po intereson njerëzve unë çka po bëj. Por janë disa rrethana që paragjykohet një grua kur nuk e ka burrin këtu edhe del edhe pin kafe për shembull. Por parimisht, nëse plotëson kushtet islame, pyetet bashorti, e di bashorti, e lejon bashorti, del ku nuk ka ndaj haram, veshet në atë formën që është halal, fëmijët i ka të një moshe mesatarisht, po thamë 10 vjeçar, 12 vjeçar, plus minus, shkon me ta bashk, i qet pak i shetit me një park, ku s'ka fitne edhe rrezik për ta. Unë po mendoj që inshallah taala nuk ka problem. Po pastaj nëse ka vrejtje këtu, se të më thonë, parimisht, ka drejt gruaja me dalë për shtëpisë, ka drejt. Por, do rrethana mund ta vështirësojnë ose edhe ta bëjnë haram, stakfirullah. Gjithmonë jo se pse ajo është gru, po pse rreziqet që mund t'i kanosen asaj, edhe me rujt personalitetin e vet, me rujt nderin e vet, fytyrën e vet, bashortit pejgamberi alayhis salam ka treguar se në hadithin e saktë, gruaja mirë është ajo që i harron burrit edhe moralin, edhe pasunin, edhe evlat, kur ai është në mungesë. Në këtë rast burrit është në gurbet, ti përderisa je i sigurt moralin tanë, pasunin tanë, në evlat të tu, alhamdulillah. Pastaj je afër që aty ka shtëpia, domthonë në atë lagjën tonë ose në atë qytetin ku nuk po duhet ta shtrëngoj tash tham, sepse edhe mentalitetet dallojnë prej vendit në një vend. Ndoshta para 4-50 vjetë kjo ka qenë e pamundur, domthonë e palogjikshme që në një po tash në vendet tona kanë evolu gjanat edhe ato keqkuptimet janë ndryshu, janë orientu në gjëra të tjera. Mendoj që nëse i plotson që ato pika që ka i përmena, me lejet Allah të zgjel, nuk ka problem. Edhe pse nuk kam dëshirë që kjo fjale jamja me u bo sebeb që ti me marrë dhe me jalshu burrit tanë me thonë që për të hoxha, nësaj ty nuk të lenë. Nësaj ka gjelozit, ku e diqka, ata në themi Zotit një mof ty me burrin tanë, mos u prish për fetfan tame me burrin tanë. Ma mirë rrinë shpe e mos vjenit të ma keqja. Pra keni kujdes mos i keq përdoni fetfat.